Një mbrëmje rallë poetike me nivel të lartë kulturor, artistik dhe akademik u zhvillua në Bibliotekën Publike Shefqet Musaraj të Vlorës në kuadër të 140 vjetorit të ndarjes nga jeta të poetës së madhe amerikane Emily Dickinson. Më sillni perëndimin në një kup, solli një atmosferë elegance shpirtërore dhe reflektimi intelektual, duke kthyer bibliotekën në një hapësirë të vërtetë të dialogut mes poezisë, studimit dhe emocioneve njerëzore. Në qendër të kësaj mbrëmje të veçantë ishte poetja, shkrimtarja, publicistja, studiuesja dhe përkthyesja Laureta Petoshati, e cila me një punë serioze, të ndjerë dhe me standard të admirueshëm artistike studimor, solli pranë lexuesit shqiptar universin poetik të Emily Dickinson. Aktiviteti u hap nga drejtuesja e Qendrës Kulturore të Vlorës Angela Kaplani. Realizohet në bashkëpunim me Kondin Amerikan dhe me përkthyesjen Laureta Petoshati, si dhe me nxënësit e shkollës Perla. Falenderoj të gjithëve, uroj të kalojmë një mbrëmje të bukur së bashku. Doja të falenderoj Itanën, e cila e ka gjithmonë derën e bibliotekës të hapur për çdo që ka dëshirë për të bërë evente të tilla. Falenderoj stafin e bibliotekës, falenderoj të gjithave për organizimin dhe për gjërat e bukura që na sjellin. Biblioteka e qytetit është një vend jo vetëm ku fëmijët gjatë ditës vinë, argëtohen dhe shijojnë librat që janë në bibliotekë, por edhe një mbrëmje shumë e bukur ku gjithë lexuesit mund të vinë për të promovuar librat e tyre. Faleminderit. Drejtuesja e Bibliotekës Publike Shefqet Musaraj të Vlorës Iltana Koleka vlerësoi rolin e përkthyeses, gazetares dhe shkrimtares Laureta Petoshati. Ajo arriti të shndrojë emocionin më të vogël në përjetësi dhe të prek zemrat e lexuesve në mbar botën. Një falënderim i veçantë shkon për poeten, shkrimtaren, publicisten, studiuesen dhe përkthyesen e talentuar zonjën Laureta Petoshati, e cila me ndjeshmëri të rrallë ka sjellë në shqip poezitë e Dickinsonit, por dhe një studim serioz mbi krijimtarinë e saj. Përkthimet e Lauretës nuk janë thjesht fjalë të përkthyera, por emocione. Emocione të rikrijuara me shpirt, duke ruajtur magji, dhimbjen dhe finesën e vargut origjinal. Përmes penës së saj, Emily Dickinson vjen sonte pranë lexuesit shqiptar e gjallë, prekse dhe rënqesë. Njëkohësisht një qasje të tillë studimore dhe një aktivitet me këtë nivel kulture dhe reflektimi sjell natyrisht një tjetër standard në jetën kulturore të qytetit tonë, duke zgjeruar ambicjet e njerëzve të penës dhe duke orientuar vizionin e studiuesve drejt një cilësie dhe dimensioni të ri. Analiza dhe qasja studimore Laureta Petoshatit e ngritën këtë aktivitet në një dimension tjetër kulturor, duke sjellë një model serioz interpretimi letrar dhe me një standard që jep një frymarrje të re jetës kulturore të qytetit. Përkthimet e saj nuk ishin thjesht kalime nga një gjuhë në tjetrën, por rikrijime emocionale të vargut, ku ruaj me finesë delikatesa, thellësia dhe magjia e poetes amerikane. Gazetarja, përkthyesja dhe drejtuesja e emisionit Hea në televizionin 6+1 Vlora, Laureta Petoshati, mes emocionesh u shpreh. Në një kohë kur bota po bëhet gjithnjë me zhurmshme, poezia e Emily Dickinson mbetet një nga ato zëra që rrallë na mësojnë të dëgjojmë heshtjen. Pikërisht për këtë arsye, njohja e saj është e rëndësishme, jo vetëm për letërsinë botërore, por dhe për kulturën shqiptare. Ne si popull që kemi kaluar dhimbje, mall, vetmi dhe shpresë, e kuptojmë mirë poezinë që lind nga thellësia e shpirtit. Emily Dickinson nuk shkroi për lavdi dhe duartrokitje. Ajo shkroi për njeriu, për frikën, për shpresën, vetmin dhe dritën që mbijeton edhe në errësirë. Këtë vit, më 15 maj mbushen 140 vjet nga ndarja e saj nga jeta, por poezia e saj vazhdon të jetojë me një forcë të jashtëzakonshme shpirtërore. Ka dhe një simbolik historike domethënëse. Emily Dickinson u nda nga jeta në vitin 1886, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin në vigjilje dhe po përjetonin jubileun e 110 të pavarësisë së tyre. Si vjet, Amerika feston 250 vjetorin e saj dhe ne shqiptarët kjo datë për ne, do të thënë ka një kuptim të veçantë,
pasi ky shtet e ka ndihmuar Shqipërinë në momente të rëndësishme historike. Unë si vlonjate bëj pyetjen, po e kishte dëgjuar ndonjëherë Emily Dickinson Embrin e Vlorës, pra kishte dëgjuar ndonjëherë për Vlorën? Jo, po për Shqipërinë, natyrisht që po. Nga letrat e saj, dihet që ajo njihte mirë poezinë e Henry Langfellow, i cili kishte shkruar edhe për Skënderbeun ton, shqipëruar në mënyrë të jashtëzakonshme nga Fanoli. Fal vizionit, pasionit dhe bashkëpunimit të Laureta Petoshatit me Bibliotekën Publike të Vlorës, kjo mbrëmje u shndrua në një ngjarje të vërtet kulturore, ku arti, mendimi kritik dhe poezia u bashkuan në mënyrën më dinjitoze.